Me të rikëthyet, vazhdojmë tani të përgatisim recetën e dytë dhe do të kemi një kek me mollë. I kemi të stinës mollët, i kemi qëruar bashkë me gjysëm limoni që të mos oksidohen, që ndrojnë me ngjyrën e tyre dhe i përdorim më pas për këtë recetë. Shojmë njërë së bashku çfarë na duhet për... I ke të gjitha, gati? Të gjitha e kam, të gjitha e kam. Shojmë së bashku për publikun tani se çfarë ju duhet për përgatitjen e një keku të shpejt me mollë. 3-4 mollë i qëroni dhe i vendosni në ujë me limon. 200 gram sheqer, 250 gram miell, 2 kokra vezë. 150 ml vaj ulliri ose gjalpi shkërir, 1 lugë çaj flur pjekës, 1 lugë çaj kanell, kanella shkon shumë me mollët, pak krip, lëkura e grire 1 limoni, pak sheqer kaf për sipër, sheqer pluhur për servirje. Këto janë përbërësit e kekut me mollë, tani fillojmë me përgatitjen. Fillojmë. Vezët. 3 vezët i... Ja nane, o bo të keqene. Balu ke Kush mara. përqafoj të në Ti publicitet? kush ishte tjetër, kush erdi nga lartë. Ti ngriti që flokët. E mbra një si kështu. Vezët. 3 vezë. Mi jep Ti mua lëme të ato tjera, po, vozhgat, ti ka vendosur pra ande. Kështu është kjo punë. Edhe një tjetër dhe të largoj paksa. Se shpejt, akoma nuk jam akoma në ritmin e... Kemi ku, avash. Ja, tani, shif, jam Ande vetë... një vozhga tu ja hidhe këtu, ose ande? Kam thënë që unë jam Titanike. Si Titaniku? Po Titaniku shke poshë, kurse. Ti ke kështu të përqëndruar, goditje. Come back! Kjo është këtu. Ne jemi këtu. Shtoj vezët, i rah mire me pak ose fare krip. Shumë pak. Ja, kaq më duhet. Mua të lutem, më bëj pak gati miellin. Do të shtoj vajin. Vaj bimor dhe nuk dua ta ngatroj fare me gjalpin. Shtoj. Sheqer. Ky sheqeri, dikur e bënte maliqi, dikur sheqerin e panxarit. Për sheqerin kaf. Po ka një aromë, mua më pëlqen shumë aroma e sheqerit kaf. Po lë aroma tani dëmshëm është. Po i dëmshëm. Çfarë të bëjmë, do të bëjmë. Çdo pluri i bardhë. Njësoj si i bardhja është edhe ai, kurse. Por ka një aromë të veçantë, ka një aromë të veçantë. Ngjyruesi që është. Tani mama nga goja. Gjithsesi ka mënyra dhe alternativa të tjera për të ëmbëlsuar ëmbëlsirat edhe për t'i përdorur. Shtoj fryrës. Lëkurën e një limoni. Më duhet e gjithë lëkura që t'i japi atë aromën, vetëm poshti aromën e sheqerit. Këto limona tani që kanë dalë janë të vëndit, të vegjlit, dhe kanë një aromë shumë freskuese. Derisa, unë mos të marë, sepse ka lëkurën, shif, nuk e ka të hollë, duke si kur është lëkur hollë, për nuk është lëkur hollë, derisa mos të marë pjesën e bardhë. Po. Prandaj në duhet cipa, jo lëkura, cipa. Sërish një rrahje. Do të marë lëmënjan, mollët. Aq sa kanë qëndruar nuk janë nxirr as Të pak. më shplovet.
brumi, qulli. Pra, shumë mirë i ka marrë të gjithë lëngun limonit. Dhe pse nuk është thika ime e preferuar, nuk do t'i bëj të gjitha. Po të duam ne, shumë mirë ne këto mund t'i kalojmë në këtë qull, pak më, që s'kam shuar mielin, edhe i kalojmë në skuqe. Si karamelizim. Po. Pra, është një recet më vete. Kaq. Këtë tani e ka lezetin, se janë edhe sepse unë ka ma një tavë më të madhe. Sezonit, të vjeshtës. Shtojmë gradualisht edhe mielin. Sa dhe të shtoj, aq sa unë të shoh, që masa është e duhur. E shtoj gradualisht, po shtova të gjithën këtë, po bëj brum për biskota. Pra nuk më duhet tjetë e trash sa brumi biskota. Dhe sidomos, duhet një tavë më e vogël. Me e vogël, një rrethore, do ta marru më pas. Se vetë më dje. Besoj se kjo do jetë më e mirë. Me menuhati i shkon gjërave. Mendoj që na ka ndryshuar vendet. Menuhati i shkon. Se ja keni ndryshuar vendet tavave, nuk e marrë vesh. Që t'i kem të gjitha tek qelqet. Mirë. Ja u gjetë. Mund t'a spërkasim pak me ndyrë dhe pak me miell, tavën. Edhe pakës fare. Jo. Pakës fare thash këtu. Aty, dhe pakës që ta trezosh. Mos them Ola, unë ti me vrap direkt. Po. Ja, se këta që na mbeti, pak miell. E dua këtu, e dua. Spërkasim tepsin. Tani, këtu kam masën e sheqerit. Frazimi derisa mos dëgjohen fare ato kokrizat këtu në të brumi. Mas mielli. Më mirë me spatulën tani që mos ngjitet. Ansore. E gjithë masa. Edhe spatulën. Megjithëse është i rrjedhshëm dhe ju në këtë formë mund të shihni dhe trajton që i duhet. Pra një brum i rrjedhshëm. Merë një lugë vetë edhe ose spatulën, se ta në spatulën e kam në atje unë, po ja, të bëjmë gjëra të thjeshta. Po mi du të këthim pak shto. Ndryshe qika, bravo, se kemi lënë se e bëm për me të pasmet. Kjo është pra receta e keku, do të vendosim tani. E gjitha në, ja. Opa. Vendosim edhe mollët. Do të fryet pa tjetër, se ka dhe fryrësin edhe mollët, po të duam ne. Bezët. Ushtojmë pak kanel, por unë nuk dua që të tjetërsoj shien, sepse vete kam shkruar ushtojmë kanel. Por, në fund është. Që të doni juve, bravo. Mos piqet kanela. Afër fundit, që tjetë ende i ngrohtë. Ende i ngrohtë keku, i shtojmë edhe pak kanel, sepse kombinimi me mollën është shumë i mirë, shumë i shishëm. Kënd fshi dhe pakës fare duar, që të kem receta e kekut me mollë, me një lëng shoqëruar, mëngjeseve, me kafe, po ashtu. E ja. Ka shumë lehtë. Një trokitje. Si sjepi një zogu në dritare, tak,
shumë lehtë. Një lehtë. Shumë një prekje e lehtë me sheqer kaf, sepse bën atë karamelizimin. Prandaj dhe unë shtova në 2 pjesë sheqerin. Dhe në furrën e parangrohur e kam të ngrohur dhe e kam të ngrohur full, që kështu do të pres pakës fare, që unë të ta vendos. Dhe në fund një spërkatje shumë e mirë me sheqer, plur dhe kanell. Tani thashë gjitha. Fura sash për fillestarët. Fura për fillestarët duhet jetë në 200 gradë. Avash, derisa të bëhet që lëgudash, ja ne kemi të ngrohur sepse kemi vendosur dhe piten aty, kështu që shpresojmë që deri në fund të piqen të dyja. Kekut, ashtu siç e ke. Kështu më? Vetëm po. Nuk bie kjo. Një spërkatje shumë të mirë, milopitës ose kekut me moll, dhe në fund fare kemi të byrekut me pul ose kotopita. I qam fare. Normalisht janë recetat të Ballkanit që të gjithë i duam në fund fare, po të dëshirojmë. Shkojnë me çfarë të duam ne. Nuk i presim do tani janë shumë të nxehta. Kështu që nuk mund t'i prishim edhe formën dhe strukturën, kështu që po presim pak dhe ju do të prisni dhe t'ju duhen pak më vonë në rrjetet tona sociale. Kjo është rreza e kësaj të hëne. Neve na bëftë mirë, juve gjithashtu çfarë do lloj gjelle tradicionale apo bashkohore të keni gatuar, ne ju përshëndesim nga kuzhina dhe unë ju pres pak do të flasim për kockat, për shëndetin e kockave. Për këdo që ka këto shqetësime. Për të gjithë japim disa këshilla natyrale, të lumshin duar. Faleminderit. 50 ka probleme mjaftueshëm. Ju pres pas fleshit informativ.